Faktën diferencimi, përshkallëzimi, kur bëhet fjalë për rezidencat kryesore, për banesat e para të familjarëve, dhe mbi të gjitha kur ka një amortizim që lidhet me ato banesa? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Për sa i përket ligjit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, norma 5% që u përcaktua në këtë ligj mban pikërisht parasysh faktin dhe të amortizimit të banesave. Nga një përllogaritje që ka bërë Ministria e Financave, norma efektive e rivlerësimit që gjithë individët do paguajnë për pasuritë e tyre, po marr një banesë 10 vjeçare, norma e rivlerësimit në fakt do të jetë diku ke 2.4%. Qofse do të marrim një banesë e cila është 5 vjeçare, norma reale e rivlerësimit do të jetë diku ke 3.2%. Pra, norma 5% e rivlerësimit të banesave është vetëm për banesat të cilat janë ndërtuar tashmë rishtazi, që do të thotë nuk ka kuptim të bëhet rivlerësimi sepse presupozohet që objekti ka vlerën reale të tregut. Për sa i përket pyetjes tuaj tjetër, nëse mund të konsiderojmë një ulje të normave tatimore për sa i përket fitimit që rezulton nga transaksionet me pasuritë e paluajtshme, aktualisht Ministria e Financave nuk është duke vlerësuar një gjë të tillë, për vetë faktin sepse ne jemi duke bërë një vlerësim të gjithë kuadrit ton fiskal në përputhje me kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian. Pra, ne jemi duke punuar që i gjithë kuadri jon fiskal të njësohet dhe të jetë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Nëse ky kuadër fiskal, pra i Bashkimit Evropian, parashikon që norma tatimore për transaksionet nga pasuritë e paluajtshme duhet jetë më i ulët, patjetër që dhe ne do të konvergjojmë drejt këtyre normave. Ju faleminderit. Vetëm një element tjetër që ne kemi diskutuar në fakt në shumë raste dhe me Narean dhe me shoqatat e ndërtuesve. Unë besoj që sektori i ndërtimit është një nga sektorët që ka pasur mbështetje të politikave fiskale, është një sektor i cili është i përjashtuar nga TVSH-ja. Sigurisht që ne analizojmë dhe shohim së bashku se sa më shumë mund të nxitet dhe sa më shumë real estate-i, qeraja, shitja të nxiten dhe të përshpejtohen, por ne po flasim për një paqe fiskale, jo për një parajsë fiskale. Pra, edhe kërkesat e biznesit duhet jenë të rakorduara dhe të kenë një logjik. Do me thënë, zhvillimi duhet të vi bashkarisht, ne duhet të krijojmë kushtet që ju të zhvilloheni dhe për hir të vërtetës, qoftë sektori i ndërtimit, qoftë sektori i real estate-it, ka qenë në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, i ndikuar nga të gjitha kushtet e përmirësuara të kërkesës për objekte. Ndaj, unë besoj fort që politika dhe kuadri jon fiskal në drejtim të këtij sektori janë jo vetëm brenda gjitha atyre limiteve që Ministri i Financave paraqiti për atyre kritereve të Bashkimit Evropian, por ne besoj që jemi në kaun lehtësues të politikës fiskale për këtë sektor. Je pa edhe një herë djalit se ka një pyetje tjetër. Je shfigur vajzës duke... Është më tepër teknike si pyetja. Atëherë marrëveshja që do bëhet ndërmjet biznesit dhe drejtorisë tatimore, po themi, do bëhet nëpërmjet një kërkese që do drejtohet drejtorisë rajonale, drejtorisë përgjithshme të tatimeve, biznesi më përpara do bëj korrigjime të pasurive financiare, pastaj do i drejtohet për të përfituar nga paqja fiskale, apo do ta bëj diçka më parë? Kërkesa do të paraqitet nëpërmjet sistemit i taks, pra online, nga subjektet, të cilat pastaj do t'i marrë drejtoria e përgjithshme të tatimeve, do t'ia elaborojë dhe do t'ia delegojë drejtorisë rajonale tatimore. Megjithatë, dhe udhëzimet përkatëse në funksion të ligjit do të dalin shumë shpejt në mënyrë që t'ju detajoj procedurën se si do të bëhet marrëdhënia e marrëveshjes së paqes fiskale. Faleminderit.
Të lutem këtu. Merë edhe mikrofon tjetër. Pas kemi ngel keq për mikrofon, merë edhe i mikrofon tjetër. Ndize pak. Po, duke qenë se edhe tema sot është dialog me bizneset, unë duhet të falenderoj sërish edhe një herë për këtë mundësi që na jepni. Unë jam Erion Harizi nga shoqata ndërtuese. Duke qenë se po flasim sërish për një paqe fiskale, ne si shoqat në disa shkesa që ju kemi dërguar, ju kemi kërkuar që të paktën në mos ta shohim pak atë shkallën e taksës infrastrukturës, të paktën a ka një plan për 2026 në vazhdim që qeveria ta ndajë me keste këtë pjesë, pasi është shumë e konsiderueshme, është e menjëhershme, parapaguhet në fillim dhe kjo sigurisht e ve shumë në vështirësi sektorin tonë. Ju falenderit. Tani këtu hapet një diskutim vete. Problemi me ndërtuesit është kompleks, nuk është thjesht çështje marrëdhëniesh financiare. Dhe fatkeqësisht vetëdijsimi i ndërtuesve për ligjin dhe për përgjegjësinë e tyre shumë të madhe në raport me shoqërinë dhe në raport me vendin është ende në shkallë shumë të ulët, sepse vazhdohet të punohet me vesh kur i thon fjalës, pa partitur. Dhe edhe pse ka një ndryshim, prap standardet e zbatimit të projekteve janë ende larg asaj që duhet jenë, edhe dëmet që shkaktohen si dëme kolaterale vazhdojnë të jenë të prezente. Kështu që ne kemi kaluar një blok të ri masash ligjore lidhur me ndërtimin. Shpresoj që të ndihmoj për të rritur cilësinë. Njerëzit paguajnë jo pak për të marrë një shtëpi, dhe jo vetëm paguajnë jo pak, po është ëndra e tyre. Janë parat e një jete, ose janë kredi që duan një jetë që të shlyen, edhe nuk ka dëm më të madh se sa të paguajnë për një produkt të cilësisë parë dhe të marrë një produkt të cilësisë tretë. Ndërkohë që për sa i përket pagesës së taksës infrastrukturës, është diçka që po diskutohet, nuk kemi marrë ende një vendim, është diçka që po diskutohet, por në të gjitha rastet duhet të jetë e lidhur përsëri dhe kjo me performancën e kompanive. Në të kundërt, ne nuk mund të marrim dot përsipër aventura që të lejojmë këstet dhe pastaj të gjendemi përballë kompanisë që e kanë hapur gropën dhe ngrenë duart lart dhe thonë nuk paguajmë dot se kështu është një muhabet. Ne nuk marrim dot përsipër këtë risk. Gjithsesi është diçka që po diskutojmë, por për momentin nuk kemi një ndryshim imediat, domethënë të gjës. Po unë them mos shkojmë te garancia, sepse pastaj po vu garancia do kërkohet, do thuhet që po ku ti gjejmë në lekë të garancisë. Kështu që është diçka komplekse.
Ajo që ndërtuesit duhet kuptojnë është që ky vend ju ka dhënë shumë më tepër se sa çfarë ata po japin mbrapsh në aspektin e cilësisë. Edhe këto ndërtime që bëhen do të jenë aty për dhjetra vite. S'po them qindra se nuk di ç'do ndodhi mbas 200 vjetësh, po do të jenë aty për një kohë shumë gjatë. Dhe nuk mund do të tolerohet që ndërkohë që ne miratojmë projekte që janë të cilësisë parë kur i shef, atje në terren shpesh nuk ngjajnë fare. Nuk mund tolerohet që siç ndodhi paracakohesh me një zonjë që kishte bler apartamentin me balkon dhe kur vajti i kishte ik balkoni. Edhe ja kishin hapur me derë në rrugë, në katë parë. Ishte vënë derën ai, se nuk i kishte dalë mirë llogaria. Tani këto gjëra janë kriminale. Janë kriminale. Ashtu si kundër është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen edhe e nxjerr. Megjithatë, besoj që tani gjërat do të ndryshojnë edhe për shkak se ne tani kemi vendosur me ligj listën e zezë. Kështu kush hyn në listë zezë nuk do mund dot të marrë më leje për nuk e di sa vite. Dhe në listë dhe kriteret do të jenë shumë rigoroze për të garantuar që njerëzit që paguajnë marrin atë për cilën paguajnë, jo diçka tjetër. Kjo është gjë që ne duam garantojmë dhe që projekti mbetet aty si një shenjë e bukur për atë vend ku ndërtohet. Jo si një gung që tregohet me gishtë gjithë jetën ose. Urdhëro? Ajo lista e bardhë është çështje se si e shohim se ajo mund të nxihet me një herë, kështu që kam 20 vjet e kursur që merrem me racën tuaj, kështu që e di mirë se çfarë lloj mënyre keni që funksiononi, kështu që ajo lista e bardhë është e bardhë për sa kohë është e zezë. Kështu që dëgjoj, të lutem. Tani të lutem. Unë besoj që asnjë shqiptar që blen dhe investon, e thash, kursimet e jetës ose merr një kredi që do duhet gjithë jeta për ta shlyer, nuk ju ka juve borxh të lëvizni 1 milimetër nga gjëja që juve pretendoni që po i shisni. Ja u tregoni projektet kur ata fillojnë paguajnë, edhe kur i shef që janë dhe projektet që ne miratojmë, kur i shef thua sa bukur. Nuk meriton askush që të surprizohet, dhe nuk është 1-2, se të ishte 1-2, do isha dakord me ty, që janë 1-2 edhe tani mos ta nxim, nuk po nxim gjëne. Juve duhet të ngrini nivelin i dashur. Duhet ngrini nivelin edhe mos se kërkoni tek pasqyra fajin. Fajin kërkoni te fytyra. Është shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka absolutisht askush asnjë borxh që ndërtuesit të mos i qëndrojnë korrekt ligjit, të mos i qëndrojnë korrekt atyre që i paguajnë, të mos i qëndrojnë korrekt shoqërisë edhe të ardhmes. Nuk është një kafe që po jep një kafe dhe nuk ka cilësinë e mirë. Është një gjë që ti e vendos atje në mes të mexhelisit dhe mbetet aty për 100 vjet. Si mund të jetë kjo që të ri aty një gjë e shëmtuar kur në fakt ty s'të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të shëmtuar, të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të bukur, siç thot projekti. Si mund të rrit atje
mes me Xhelisit, qa taksirat i kanë kalamajt që të shofin një shëmtir atje dhe të deformohen nga mënyra si shofin botën, sepse këto janë gjitha impakte që ka arkitektura dhe që ka ndërtimi. Më falë, keni parë ju vëndet bukura që janë të varfra ka. Keni parë ju në një vënd shëmtuar që është i pasur? Nuk ka, nuk keni për ta gjetë dot. Shkoni kërkojeni në të gjithë globin një vënd të shëmtuar që është i pasur, nuk keni për ta gjetë. Vëndet bukura që mund të jenë varfra për 1001 arsye ka. Dhe këtë punë ndan arkitektura, që t'jemi të qartë. E ndan vëndi ku njerëzit jetojnë së bashku. Është shëmtuar Shqipëria në shumë pjesë të saj që nga ato katrahurat që janë bërë atje në Golem, Den Babaden, e të tjera, tek ndërtime tani përsa në atakon, ne po bëjmë maksimumi që të ngrem nivelin pikërisht për këtë. Pikërisht për këtë arsye. Tani vjen merr një leje për të bërë një godin spektakolare dhe bën atje një kafaz plumash. Po ku lejohet kjo? Ku lejohet kjo? Si mund lejohet kjo? Kështu që nuk jam unë problemi. As nuk kemi ne problemi, në base si as ti problemi, se nuk e di se çfarë ndërtime është bën. Po mos ta vazhdojmë të bisedë që mos kërkoj të shoh ndërtimet e tua, pastaj edhe të them që ore, si fletje. Po dakord je? Po mirë, i shohim, po mos del pastaj me kështu gjysmagjel. Po dëgjoj mua. Po të them vajti gruaja e botës bleu apartament me balkon edhe kur vajti atje s'kishte balkon, kishte ikë balkon, ishte për derë. Edhe dilte në rrugë nga dera, do më fute nga rruga në shtëpi. Edhe ai hajvani atje thoshte, po jo se është zonë kodrinore. E kuptove? Në zonë kodrinore lejen e ke marrë ti bësh balkon. Leje mos na hap të muhabet tani, se nuk e paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me gjithë, po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Po. Më keni mbrapa këmbës. Mua edhe gjithë qa janë që varë nga unë. Pastaj, keni ca bashki që mund të bëni lodra sa të doni, vazhdoni bëjni, po u kapët, si u ka fajnë njëri. Që... Dakord? U morën vesh. Jo plotësisht, pjesërisht, po të ajo pjesërisht ja fute mirë në mendje. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht se është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve dëgjoj. E para punës njerë, dëgjoj tash. E para punës njerë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës njerë, mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë, dhe jam i bindur që po të shkojmë të pyesim peshqit e liçenit artificial, do na konfirmojnë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lek me pak minimale ndërtim. Nuk ka. Apo jo? Më shif në sy, jo në Tiranë, po askund. Nuk të vjen me 500.000 lek të shtroj një plak buri botës. Jo të marri rog 500.000 lek muaj. Edhe ju vazhdoni keni në sektor deklarim, po nuk keni fa ju. Na i ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet do t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Po bëni deklarimet dhe paguajni, jo vetëm paguajni njerëzit, po deklarojnë ato paga dhe pastaj kërkoni, çfarë mbështetje kërkoni ju? Çfarë mbështetje jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri? Çfarë mbështetje kërkoni?
Që mbështetje kërkoni ju? Juve do të mbështesni ne, do të mbështesim ne ju, që mbështesim ne ju, për çfarë do të mbështesim ne ju? Për çfarë duhet ju mbështesim ne ju, se kuptoj. Për çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri. Jeni sektori ku shfrytëzohen punojësit më shumë se në çdo sektor tjetër në Shqipëri. Dhe tani keni filluar ta kuptoni, pak si vonë, po keni filluar ta kuptoni që nuk luhet me punojësit se pastaj nuk gjen punonjës. Keni problem tani që mos ju ngelen ndërtimet pa bërë, shkundini mirë ato xhepa se i keni të fryrë shumë, edhe paguani punojësit, jepini 1.500-2.000 euro rrogën që të bëni punët. Ndryshe, do ngelin edhe më keq. Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Se, që të flasësh ti? Ku të flasësh? Po jo, po së shkaq demokratike kjo? Jo, more. Foltje, që të flasësh? Mirë, dakord. Lërë tani se nuk do me herë me ndërtimin tani. Bëni ato gjëra që keni për të bërë, edhe jepini njerëzve atë që ju takon edhe mos kërkoni fare asgjë, fare, zero. Kërkoni vetëm që t'jeni, mos jeni listën e zezë. Kaq. Jebe pak.